çështjes kombinatit, ku janë shembur shumë pallate dhe shumë banor kanë dalë jashtë. Kështu që kjo bashki, kjo qeveri, është armike e shumë njerëzve në këtë vend. Përshëndetje Shqipëria e re. Shqipëria e re dhe normale që ngrihet mbi respektin për pronën, mbi të drejtat dhe liritë e qytetarit të respektuara, mbi drejtësitë dhe mbi qeverinë e kufizuar. Kam një lajm për juve sot. Në emër të grupit tonë organizator, në Komisionin Qendror të Zgjedhje kemi dorëzuar një draft ku kemi paraqitur ndryshime për kodin zgjedhor. Shqipëria e re fillon nga zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta. Në 35 vite janë bërë shumë zgjedhje, por to zgjedhje janë bërë për partitë, nuk janë bërë për qytetarët. Kodi i ri që ne propozojmë është kodi i qytetarëve që kërkon dhe shpreh interesat e qytetarëve dhe jo interesat e partive, aq më tepër interesat e Edi Ramës. Prandaj, veprimi qytetar, i cili përfaqëson interesat e qytetarëve, do këmbgulli që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet me rregulla të reja loje ku përparësi të kenë qytetarët dhe jo partitë. Kam dhe 2 lajme për ju të tjera. Sot, dëndri i presidentit Trump, Kushner, ka deklaruar se në bisedimet për Sazanin nuk ishte ideja e Kushner për të blerë Sazanin, por ishte ideja e Edi Ramës për të shitur Sazanin. Pra, 100 vite prapa në kohë, pas shqitjes së Shën Naumit, Edi Rama guxon të shesi Sazanin. Kjo është tradhti kombëtare. Kjo është të përdorë Shqipërinë si plaç tregu për interesin tënd. Dhe për këto Rama duhet japi llogari. Lajmi i tretë që kam për ju dhe i fundit është që Rama paracakohesh unë burë se kishte 800.000 vota mbrapa, që ndronte me 800.000 vota në pushtet. Në 24 orë të fundit, një sondazh i hapur Rama Out ka shënuar e ka përcyer kufirin e 800.000 votave që kërkojnë që Rama të zbresë në pushtetin. Për pasoj, Rama dhe bandën e tij e kanë ulur poshtë këtë aplikacion. Së fundi dua ta dy fjalën time, duke i bërë thirrje socialistëve të thjeshtë, lideri që keni juve në krye, bejshizoj Partinë Socialiste. Ju nuk jeni më Partia Socialiste, ju nuk jeni më Rilindja, ju jeni banda hajdute e Edi Ramës. Ndaj, nëse sot kanë mbetur socialistë të ndeshëm, socialistë që duan Shqipërinë, socialistë që nuk duan të ngelen me dëmt dhe me njohën të kurisën e tyre, ata që janë deputet, duhet të rrëzojnë Edi Ramën. Është një nga mënyrat se si ky çmendur, ky psikopat politik, ky lunatik, ky person që nuk pyet për kënd dhe që ka përdorur shtetin me qeverisjen si pronë private, duhet dhe mund të largohet nga pushteti. Prandaj, edhe një herë, Rama jep dorëheqjen. Nëse ti nuk jep dorëheqjen, ne do ta bëjmë të mundur dhe të gjithë ata që nuk duan më që ti qëndrosh në pushtet. Dorëheqje dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të drejta për Shqipërinë e re. Rama jepe dorë!
po shija një nga pankarta që keni që të gjitha janë shumë bukra, që thot kjo është beslidhja e Tiranës 2026. Edhe në fakt, kemi dashur të themi, arsyeja pse nesër do t'jetë protest kombëtare është se është 148 vjetori i lidhjes shqiptare për Zvenit. Kjo që po bojmë këtu nuk është as më pak e as më shumë se beslidhja e Tiranës 2026. Ne do t'ju qëndrojmë gjitha pikave dhe nuk do t'ikim ndash nga sheshi. Ndaj, Rama jepe dorëqin! Rama jepe dorëqin! Rama jepe dorëqin! Rama jepe dorëqin! Ftojmë gjithë qytetarët që na shohin nga shtëpia që nesër të bëhen sa më shumë dhe të vinë Tiranë. Ftojmë gjithë emigrantët që të bashkohen nesër dhe të kthehen në Tiranë. Ftojmë të gjithë shqiptarët e trevave që nesër të jenë Tiranë. Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Kjo lëvizje ka nevojë për gjithë ne, por më shumë ka nevojë për për gjithë bashkë. Fjalia ishte ka nevojë për secilin prej nesh, por më shumë ka nevojë për gjithë ne bashkë. Përshëndetje shqiptarë, unë jam një i larguar nga ky vend, sepse nuk më janë dhënë shërbime shëndetësore. Edhe vajta në një shtetë si Franca, dhe çfarë më thamë kur më dhanë lejen e qëndrimit. Ti je i pranuar në këtë vend, sepse shteti jot nuk t'i jep shërbimet mjekësore. Ndaj sot unë të them, Rama largohu! Ti shqiptarët, largohu nga fatëria të reja, mos prit të vi edhe diaspora, se për erë dhe ata 500.000, ti të shdukesh do t'i shvim ku të futesh. Të gjithë, për pronat, për shëndesin, ju lutem të gjithë mos ndahemi, mos ta përqajmë, të jemi të gjithë bashkë, ju dua të gjithë dhe jeni të gjithë shumë të mirë. Përshëndes të gjithve. Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Një rini e mrekullueshme. Një rini e mrekullueshme që ka sjellur në këtë shesh prindrit e vet, ka sjellur të afërmit e vet nga gjithë bota. Dhe ashtu në të gjithë botën që ndodhen shqiptarët janë ngritur. Dhe në respekt të gjithë medjave të huaja, të cilat e kanë transmetuar këtë lëvizje tonën, po i them 2 fjalë në anglisht. Dear representatives of foreign media present here in Tirana, we thank you a lot for featuring us, because most of the medias here have actually not featured it as it should be. This is a movement of young people. This is a movement that has started a long time ago, but only now everybody has come together because they have seen that gradually every single government, whether that was a right wing or a left wing, has betrayed them. They have
actually created legislation which has allowed their land to be sold to anyone that they see fit, without the landowner having the right to say anything about it. This is what we call the law of foreign investors. And that is why people have actually come to the streets, because they have seen projects like Skavica up in north, they have seen projects like Narta and Sazan that is just stealing the right of not only property for life, the right of living in their own land. And that's why the Albanians now have left Albania and are abroad and are protesting in massive numbers. Thank you very much. Nuk e shoh dot fundin. Edhe sot ndryshe nga çdo ditë ka edhe në të vajtën time, edhe në djathtën time. Jeni jashtëzakonisht shumë. Nëse mendoni se kanë ardhur mjaftueshëm nga diaspora, jam gati t'ju them se keni gabim. Ndaj kam knajsin. Pedoreqen! Ndaj kam knajsin që nga diaspora e Gjermanis të kem përsëri një djalë që ka u thuar përsëri për këtë protest. Përshëndetje bashkëdhetar. Si fillim, nuk ju falenderoj gjithë dhe këtu, që jeni mbledhur, që nuk heshti, që nuk dorëzoheni. Që nuk dorëzoheni. Kuat ju them, faleminderit që e bëni qartë që Shqipëria nuk është pronë private, por është aktheu i gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Që Rama jep Pedoreqen, Rama jep Pedoreqen. Unë e kam lënë vendin tim ku kanë qenë 18 vjeç, si shumë e shumë shqiptarë tjerë, me shpresën se do kthehem këtu t'jap kontributin tim. Por sot jam kthyer këtu sepse vendi jon ka nevojë për ne. Për ne gjithë që jemi këtu dhe për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen. I bëj thirrje diasporës të vi këtu me ne, në Tiranë, nga kudo. Kjo protest nisi për Zvornecin, por sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protest sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë që ka ardhur në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante që i merr zvarr shqiptarët dhe është bërë palë me krimin. Prandaj jemi mbledhur sot këtu. Unë doja të thoj edhe diçka tjetër. I bëj thirrje të gjithë intelektualëve në Shqipëri. Bëni një front politik. Vijuni kundër kësaj qeverie. Shqipërisë nuk i mungojnë intelektualët. Kemi shumë, mjaftohet t'i jepet një zë. Të gjithë duhet të jenë këtu. Po qeveria, po qeveria, po qeveria, po qeveria. Kërkesat tona janë shumë thjeshta. Dorëzoni ligjin e paketës maleve. Hiqni nga fuqia
ligjin e investimeve strategjike. Vendosja e një qeverie teknike dhe e fundit, por më e rëndësishmja, ky këtu duhet të tërhiqet. Ky këtu që ka 10 ditë që nuk vjen zyrë sepse ka frikë. I bëj një thirrje Ramës. Shqipëria nuk ka nevojë për ty dhe shqiptarët nuk të duan. Faleminderit gjithëve. Dhe ne e sër më shumë. Ne e sër më shumë. Ne e sër më shumë. Faleminderit. Jeni të mrekullueshëm. Duke qenë se ma jepe dole qenë. La ma jepe dole qenë. Por mos harro, Raman Bur Berishan Bur. Raman Bur Berishan Bur. Raman Bur Berishan Bur. Raman Bur Berishan Bur. Kur e pyeta zonjën që do flas për emrin, ajo tha thjesht po prezanto si një nënë e 3 fëmijëve që nuk do të largohet nga Shqipëria. Brava Shqipëri! Shqipëri? Në dhe gjithve emri më të bukur, emri shqiptar. Në dhe gjithve krenari që të luftojnë dhe kanonave të flamur. Nga veriun ju, nga linja përëve. Ashtu e vërtet, jam nane 3 vajzave, jam bi shqiptare dhe nane 3 vajzave shqiptare. Dhe jam këtu në mesin tuaj çdo natë. Për i gjash shumë të madhe. Tu t'i siguroj fëmijëve të mi, fëmijëve tuaj, një të tashme të sigur dhe një të arme të ndriton. Për herë të parë, historinë e këtij vani, asa kena mundësi me tregu historinë. Ka vërshu në të rrugë një lumin, një popull i madh njerëzish, që nuk po lënë male, fushë, kodra pa prej. Ka kalu për te kufive, për te diasporës, për te oqeanit, vetëm për një gjatë madhe që është ky vend, Shqipënia e shqiptarëve. Tu zame del ka vendit. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e re, sa të pas ka një ftyrë të mrekullueshme. Shikonet e që keni në krah, gjithë janë kokë lartë, gjithë janë qeshur, gjithë ndjenjë njeri, gjithë ka fillu me ndrit ftyra. Kjo është ftyra ku do me rrit fëmijët e mi, fëmijët tuaj. Do me joni dhe gjatë funë. Se di pse, të rrëve thonë ka flasë që Shkodrane, aty ku i kam ruajnë, se për flitet, për i diq, që ka ra një pandemia madhe, ka fillu diku në një rjoll, një zvernes, po një pandemi që i preku shqiptar, pastaj ka lejt për te kufive, ka lejt dhe deri në Amerikë, dhe kja është pandemia e ti flamuri, një pandemi që s'ka asë një vej, vaksine, nuk ka veç një kur me një hershme, Rama i, Berisha i. Veç një zjarë. Shqiptar, mos u një koke, mos u dërzoni, mos u përqani, s'ka me kene le. Për këtë shesh kena me najtë, dhe nga di që gjithë kena me kanë bashkë, dhe ajo që pa kërkoni, ajo që pa kërkojnë, të marrë fitore për gjithë ne. Ju erdhi funi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju
qitë në korë. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Kjo protest nuk do ishte bërë kaq e jashtëzakonshme dhe shumë projekte që këta i kanë fshehur nuk do kishin dalë në dritë nëse s'do kishin pasur disa ekspertë dhe aktivistë mjedisorë që kanë bërë punë jashtëzakonshme. Ndaj kam kënaqësi të ftoj njërin prej tyre. Okej, përshëndetje gjithëve. Unë nuk jam aq orator sa Edi Rama, prandaj kam shkruar disa fjalë. Edhe do flas shumë shkurt dhe ju bëj thirrje gjithë folcëve të flasim sa më shkurt dhe të marshojmë sa më gjatë. Sot Edi Rama me të zbardhur drita gënjeu pafund shumë e shumë gazetar të huaj. Ndër të tjera ju tha që nuk ka projekt. Atëherë si ma shpjegon zoti kryeministër që vlerësimi i ndikimit në mjedis po bëhet pa pasur një projekt? Si mund bëhet kjo? Më herët kërkoj që ne të zgjidhnim 20 nga 20.000 që të shkojmë edhe të negociojmë me të. Ky është kurthi i tij. Nuk ka negociata. Po si mund negociojmë ne me dikë që negocion pas shpinës sonë në hijet e godinave të pushtetit? Ndërkohë, dy fjalë edhe për mediat. Në studiot televizive, ekspertët e mjedisit po përballen gjithnjë më shumë me lloj-lloj deputeti e lloj-lloj analisti totalisht ignorant, të paktën në aspektin e njohurive mjedisore. Dhe arsyeja është e qartë, sepse nuk ka asnjë ekspert mjedisi që mund të jetë pro këtyre lloj zhvillimeve. Dhe e fundit, unë e di që kemi shumë çështje dhe jam shumë i bindur që do jarrim gjitha. Mirë po, do kërkoja t'i japim pesën Vjosnartës, t'i japim pesën çdo zone natyrore në Shqipëri dhe të mos e lëmë balë. Prandaj, zoti kryeministër Edi Rama anullo projektin, tërhiqu dhe gënjeshtrave ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Rama mbur, Berisha mbur. 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 Me që ishim dhe zonat e mbrojtura, kam edhe një kord tjetër. Nga Zvorneci deri në Rrot, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rrot, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rrot, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rrot, sot shqiptarët po thon po. Vajzat e djemët më të mirë t'i kombi, sot na janë bashkuar këtu. T'i jap fjallën dikujt që kur një pjesë tjetër e Shqipërisë kishte nevojë nga Madagasta, udhtoi drejt Kosovës për t'ju bashkuar UÇK-s. E sot nga Kosova është kthyer në Shqipëri, sepse këtu ka nevojë Shqipëria. UÇK.
Ky qytetar të Shqipërisë etnike që keni ardhur sot këtu dhe në ditët paraprake ne të gjithë bashkë do të jemi këtu dhe në ditët në vazhdim deri në arritjen e qëllimit të kërkesave tona si qytetar dhe si shqiptar të denj të kësaj toke mira vjeçare. Mbasi Rama ka qef disa tregime për të treguar mençurinë e tij, besoj se do ta kuptoj këtë që do t'i them tani. Zvërneci ishte thjesht në kura e leprit në kurrizin e Tevës. Ishte ndoshta për ata nuk është asgjë, po thjesht ishte mbushja e kupës së krimeve ekonomike, të krimeve të korrupsionit të madhes dhe të tradhtisë kombëtare që ja ka bërë Rama ndër vite përsa ka qenë kryeministri i Shqipërisë. Thirrja Rama ik, Berisha ik, Rama Mburg, Berisha Mburg, është me vend sepse edhe paraardhësit e Ramës nuk kanë qenë fare më të mirë se ai. Ata i kanë beshuar rënd këtij kombi me të bëma dhe tradhtitë e tyre. Rama Mburg, Berisha Mburg. Do të vazhdoja fjalimin drejtuar po Edi Ramës, kryeministrit që tash rri në pushtet si Ramaturo dhe vazhdon të tregoj një ignorancë dhe vazhdon të tregoj një agresivitet si Ceaușescu. Mos na detyroni të marrim hapa të cilët ne nuk duam t'i marrim. Ne kërkojmë të gjithë me demokraci dhe me qytetari të tërhiqesh nga detyra sepse e ke tradhtuar kombin me shumë projekte. E ke tradhtuar kombin me shumë plane politike. Ke tradhtuar Kosovën kur ke dashur të shkëmbesh territore. Ke tradhtuar Kosovën kur ke dashur të integrohesh me gjithë Serbinë në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje, duke marrë Vučićin ndërkohë që Evropa i ka dhënë kusht Serbisë se ajo nuk mund të eci asnjë hap përpara pa njohje reciproke me Kosovën. Ai, Edi Rama, nuk mund ta përdori Kosovën, trollin ton kombëtar si kusur për vendin e tij të qeverisë dhe të politikës. Pra, i bëj thirrje qeverisë, i bëj thirrje administratës shtetërore, i bëj thirrje ushtrisë, policisë, çdo poreje të shtetit shqiptar, të ngrihen të bashkohen me ne, të ruajnë identitetin kombëtar, të ruajnë tërësinë e Shqipërisë natyrale. Edi Rama e ka për detyrë nëse me të vërtetë e do Shqipërinë ashtu si poet melankolik sa herë i vjen puna ngushtë, të japi dorëheqje, të lejoj krijimin e një qeverie teknike nga akademikë dhe profesorë të cilët nuk janë zhytur në politikën e 36 vjetëve. Për ndryshe, këto protesta qytetare do të eskalojnë, nuk do t'jenë më kaq paqësore. Rahatia e tij duke parë këto protesta nga Botuku do të ketë një limit. Mos na